Enrique, general, mërkulli, tani në vërtet një betej titanike, një betej biblike, një ramje madhështore, ta quajmë në kuptimin më pozitiv, për lirinë e vendit, që e zgjoj çdo shqiptar, ku ishte në rruzillin toksor, që si duket edhe u baj dakiku juaj që të niseni për në ushtrinë qëllimtare të Kosovës, edhe ku gjeti dita e lirisë? Dita e lirisë gjeti duke u kujdesur për ushtarët që akoma si kishëm sistemu. Ne kishëm 74 plagosur që ishin palevizshëm dhe ata në 3 muajt e fundit, në vërtet 2 muaj e diçka që ndodhen 77 ditë në bombardimet, ka qenë një prej betejave them më madhe në aspektin e përgjegjësisë, sepse një plagosur me të vranë luftë është për komandën, për oficerët, është jashtëzakonisht e rëndë. Dhe ne u kujdesëm për gjithë këta, kur erdhi liria, dita e parë, ne këta i nisëm drejt Prishtinës, që të sistemojnë në spitalin e Prishtinës, ushtarë të sistemojnë, i caktuan vend bazimet ku do të mblidhen, dhe pastaj lëviza edhe unë reme veç kishte ardhur më herët në Kolevic, ku aty jemi vendosur, dhe unë lëviza erdha në shtabin e komandës në Kolevic, ju bashkova kolegëve të mi, që në atë ku ishin aty, dhe në mënyrë emocionet ishin të përzira. Ditë e lumtur. Ditë e lumtur, absolutisht po emocionet ishin përzira, se pa shumë, e dishëm që do kolegë që kemi pas, do bashkëftetarë nuk i kemi, shumë kemi parë në luftë, shumë të vramë, kemi parë plagosur ranë, kemi parë familjarë që se dishin ku i kanë të afërmit e vetë, kemi parë raste shumë trona. Si kur një film të kalojnë gjithë shkana. Absolutisht, dhe erdhi liria, po jo mu gëzu ashtu që gëzohen populli që i shofën tukë i pritër hyrjen e natës, por ne ishëm pak ma të kujdesshëm, sepse kishëm përgjegjësi akoma më shumë, dhe por prapë se prapë ishëm shumë të lumtur që erdhi më thënë liria, dhe tani fillon një epokë e re, një epokë që më vonë do të quhet epoka e rindërtimit, pastaj e krijimit të institucioneve, ku ta dinë. Atë uroj për bastin që e ke fitu me mu, e që se kemi thonë publikisht kur, e që unë du mja të regu publikut. Në vitin 1996, generalit, une, po i thosha, se une do të shkoj në luft para juve oficerve, para juve luftetarve, do të anisi luftën e bamë, kështu, lavdosha kotë si kokoshi në Frankfurt, dhe generali më tha, dëgjo, nga përvoja ime dhe nga ajo që di edhe mund të bëj me 4 veta, si diverzant e qojnë hava krejt kazermen në Prishtinë, që ka qenë nga kazermat më të mëdha në Jugoslavia atëherë, gjithë në hava i qoj. Po çka do bëjmë me juve që jeni aty të parë matosur e kështu? Tha, këto janë dilemat. Për ndryshe, unë kam luftu për të tjerët, e për venin luftoj edhe 10 herë më shumë. Një ditë prej ditësh, rastësisht unë bëj telefonat, e kisha një telefon në shtab, dhe kur e merr vesh generalit që jam unë, thot, ama në telefon, thot, naim unë jam këtu, po ti ku je? Edhe unë i thashëm, në logjistikë, kështu që e ke fitu bastin, s'kam qare pa ta pranu këtu publikisht. Unë jam pështjela të pak, po. Vetëm e the një, jo që jam lavdu. Ti e logjistikë. Me vërtet, pa diasporen, pa logjistiken që ka qenë e fuqishme nga diaspora, sepse mjetet financiare në përgjithësi kanë ardhur nga diaspora. Ka pas edhe biznesmenë dhe njerëz brenda që kanë ndihmuar, se për mu, ne bisedum para se të hyjmë në studio, sa ushtari ka pasur QK-ja. I ka pas 1 milion e më tepër ushtar. 1 milion e më tepër ushtar. Ma ke arkitu që ka pas. Edhe noma që ka një par qërap që ka marru me krabza,
për një ushtar tonin edhe e ka dhënë kontributën e vet. Mirë po, a është bo mirë, a është bo me larg pamësi ligji për veteran, nuk është bo për mendimin tim. Në Kroaci unë kam qenë luftë, Kroacia ka 1,5 milioni ushtar. Por veterani nuk merr pagë. Veterani o punësu, veterani ka privilegje për familjen e tina, për fëmijën e tina, për shërbimet shëndetësore edhe për shërbime tjera. Nuk paguhet me një pagë që jo nuk ka pagë, ajo është një diçka që them një ofendim për çdo luftëtar me avon 170 euro pagë. Unë e quaj ofendim atë. Do të ndryshoj një ditë kjo. Unë mendoj që, por unë kisha rekomandu fuqishëm nga ky emision i YouTube, që qeveria arshme, parlamenti arshëm, një prej ligjeve të para që duhet ta përpiloj është ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës. Absolutisht. Kjo duhet të bëhet, jemi dëshmitar kohën e fundit apo disa viteve të fundit që njerëzit në për profilat rreme po ofendojnë njerëzit, po e ofendojnë njerëzit e luftës, unë kam emër dhe mbi emrin, jam Kadri Kastrati. Nëse unë e kam bot këqia, nëse e kam keqpërdor uniformën time të UÇK-s që për mua ka qenë shajt, atëherë kam emër në mbi emrin, nuk jam në UÇK, po jam Kadri Kastrati. Dhe kjo është ajo që unë kisha kërkuar për njerëzve që mos të prekun UÇK, se UÇK-ja është diçka e shajt, që nga Skënderbeu e deri te ushtria qendrore e Kosovës, kur populli shqiptar nuk ka pas organizim ushtarak më të mirë se që ka qenë ushtria qendrore e Kosovës. Dhe që nga Skënderbeu e deri te UÇK-ja asnjëherë Kosova nuk është liruar me luftë. Dhe kjo është ajo që UÇK-ja ka meritën më të madhen. E jo tash me fol për ushtrinë qendrore të Kosovës që nuk ka diçka më të shejtë. Absolutisht. Me një herë Granove vazhdove të punosh me atëherë me TMK-n, me trupat mbrojtëse të Kosovës, pastaj edhe me FSK-n, dhe një ditë arriti me u bë dhe generali i kësaj FSK-je, moment i bukur. Po thash më herët mas lufte ishte një epokë që Kosova ishte shkatërruar dikon 70-80% dhe TMK-ja ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në rindërtimin e vendit. FSK-ja, kalimi nga TMK-ja në FSK ishte për afrim edhe një hap më afër se te ushtria e Kosovës, që unë kam qenë gjitha këto procese në stafet udhëheqëse të këtyre organizatave, dhe në vitin 2019 falemderit shëndetit, Zotit, popullit, meritave që i kanë vlerësuar të tjerët, unë mora postin e komandantit forcës sigurisë dhe mora gradën general lejtnant që u kurërzova me gjitha ato përpjekjet, mundin, sakrificën që kam bë, dhe për mua ishte një satisfakcion jashtëzakonisht i mirë që më në fund e arrita edhe karrierën time si general lejtnant, si komandanti i kësaj force, që ta drejtoj për 4 vite dhe unë të drejten. Të kemi general të Republikës Kosovës, general tonin kështu. Faleminderit. Ti ke marrë gradat më herët në një vend tjetër, po general Kosovës, kjo është diçka tjetër. Si e sheh rolin e ushtrisë Kosovës, edhe përgjegjësinë që mbart ajo ndaj sakrificës së luftës? Sot forcat tona të armatosura janë zhvilluar në një nivel jashtëzakonisht të lartë profesional, them me përgjegjësi të plot, aq sa unë e përcjell nga kondi im, është para Maqedonisë së Veriut, para Malit Zi, lirisht edhe para Shqipërisë, me profesionalizëm, me pajisje, me armatimet që i ka moderne. Kemi marrë pjesë në 2 ushtrime më të mëdha në Evropë që janë zhvilluar 2023 dhe 2025, European Defender apo mbrojtja e Evropës. Vitin 2025 Kosova ka qenë një koqire me komandën e kësaj pjese të Evropës dhe ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm edhe jo si një koqir, por si profesionist në teren e kësaj fushë. 2 herë ka marrë pjesë në operacione paqërruese në përbot,
disa herë në operacione humanitare, shkollime, trajnime, dhe gjitha këto, çdo herë neve na kanë bërë mundje krenar që janë kthyer me rezultate të jashtëzakonshme. Por a është duke bërë qeveria mjaftueshëm? Jo. Nuk është duke bërë mjaftueshëm, unë e kam thënë disa herë, po e them shkurtimisht to që mungon ligji për sigurime shëndetësore, mungon ligji për sigurime jetësore. Këta njerëz punojnë me armë, me rrezikshmëri çdo ditë. Të lartë dhe nëse humbin jetën, këta duhet, familjet e tyre duhet sigurohen. Pastaj nuk ju paguhet tash ushtria me paditë qeverin, ushtria e vet, me paditë qeverin gjykat, që ka ndodhur me forcën e sigurisë Kosovës, është shumë keq. Dhe kanë fituar për pagesë të orarit shtesë apo të orëve jashtë orarit. Dhe këtë këto paga nuk është e dinjitetshme akoma. Kemi raste kur pjesëtarët të kësaj force e braktisin për arsye ekonomike, jo të tjera, dhe kjo nuk i shkuzoft me ndohë. Dhe une thras dhe bëj apel dhe rekomandoj fuqishëm te qeveria që këtë kategorinë e policisë të Kosovës, të AKI-s, të doganave, të zjarfiksave, duhet të trajtohen me paga të dinjitetshme, jo sikur një zyrtar që rën zyre 8 orë, por këta duhet jenë të dalluar sa i përket të ardhmave personale. Sot si general në pension, si ndihesh si ushtari i Adem Jasharit? Po, absolutisht. Dhe ndihesh mirë, a? Po. Çfarë ju thu gjeneratave të reja, këta që orientohen për në ushtrinë e Kosovës? Unë tash momentalisht është hapur një konkurs për forcat tona të armatosura, dikun duket edhe 300 veta do t'i rekrutojnë. Dhe unë nga këto i ftoj të gjithë 33-at që ta veshin uniformën. Dhe përmes uniformës ata mund me dhoni një kontribut shumë të madh. Mund ta respektojnë gjakun e gjithë atyre që ka dhënë jetën për këtë vend, e janë me mija litra gjak që janë derë, që është lak, jo tokë. Ta respektojnë familjen Jashari, familjen Pajaziti, familjen Haradina edhe gjithë familje tjera që kanë dhënë më të afërmit e vet për këtë vend, ti respektojnë gjithë ato familje që janë masakru, sepse atë dheun ta shërbesh edhe ti shërbesh atë dheut nëpërmes uniformës nuk ka gjë më mirë. Nuk ka më krenari e madhe se ti shërbesh atë dheut dhe ti jesh ai gardiani që e ruan këtë liri, e ruan këtë sovranitet edhe e ruan këtë bukuri që ne sot e kemi. Turp, po them, turp edhe një herë është për neve në përgjithësi, pa dallim, që bota po ballafaqohet me rreziqet mëdha të luftës globale e ne nuk mund ta zgjedhim një president. Ai se nashta kur shkon në misioni, se të shtunën ka më shku, nashta kemi zgjedh. Po, unë po them deri tani nuk është zgjedh, por po them drejtën është turp ne me orën këtë situatë, që për interesa personale, interesa partijake, me Kosova me morë një fotografi të kaq të shëmtume, të miqtë tonë, të aleatët tonë që na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur çdo herë, është jashtëzakonisht keq. Nga kjo përvojë, nga kjo periudhë vjetësore, në realitet juve tani ju bjen një jetë të tërë në shërbim të atë dheut, edhe mbi të gjitha atë fat vet i keni pri, vet e keni vulos, luftetari i lirisë, s'ka më bukur. Po të kisha edhe 3 jeta, nuk e kisha ndryshu. Nuk e kisha ndryshu? Jo. Pikërisht e kisha pyetje, do ta bëje ndryshe? Kur një jetë, Zoti i fuqishëm të më kthen mbrapa edhe thot, apo i merr një drejtim tjetër, asnjëherë s'e kisha ndryshu. Je i lumtur që ke... Absolutisht shumë i lumtur që kam pas mundësinë. Jemi gjenerata më me fat në histori të popullit tonë, na të gjithë na që po jetojmë këtë epokën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, epokën e kësaj gjenerate, sepse jemi gjeneratë historike. Nuk i jepet më shansa ndoshta
dash Zoti në tarmën askuj sepse do t'jem shtet i lirë, po si ka dhënë shansa shumë përpara që kanë vujt nëpër burgje, kanë vujt nëpër janë kthyer nga ushtria të vrare. E ke thënë interesant, miliona litra gjak janë dhënë për këtë vend. Lumej gjaku janë dhënë për këtë vend. Absolutisht. Dhe ne jemi gjenerat me fat. Unë s'do ta kisha ndryshuar asnjëherë rrugtimin tim jetësor. Të pyesin, të thrasin, të konsultojnë? Fatkeqësisht jo. Unë kam mbi 40 vite në uniform, kam një karrierë gjatë, kam një provoj lufte shumë të gjatë, jo vetëm unë, po gjithë ata oficerët që kanë bënë kontribut shumë të madh del në pension me 55 vjet, që është gabim, që ky ligj duhet të fuqizohet, nuk thirret askush. Ta dhoni shembull, isha 3 herë në Pentagon, shtëpinë më të madhe në botë të ushtrive. Edhe aty, çdo herë që jam taku me homologun tim, ai ka pas 2 deri në 3 general pension këshilltar. Absolutisht. Edhe e pyeta një herë, thash, po vjen mirë që general nuk i lëni pasiv. Tha, ja, derisa ecin, e kanë mendjen e shnosh. Tha, na nuk i lëm pasiv. Përvojë krijuar 50 vjet, 60 vjet. Janë formula e zgjidhjes së problemeve. Unë kam ofruar këshilla pa pagesë. Vetëm një kafe me na ftu, me na pyet, me na hudh, me na qit tavolinë problemin edhe ne mi zgjedh. Por askush fatkeqësisht nuk na ka konsultuar asnjëherë dhe deri më tani jo, tash e tuti nuk e di. General, po shkruan? Po. Po i shkruan edhe ne si zonë përvojat, duhet t'ju them ta quaj memoaret. Jo ato, po duhet t'ju them për juve dhe për publikun që zona jon, zona operative Llapit, e kemi angazhuar një general që është doktor shkence Skënder Zhitia, Instituti Historik i Kosovës, është duke shkruar historinë, kemi dokumentet, kemi gjitha të materialet originale që kemi pas luftës, nga plan programet e trajnimeve, nga çdo gjë që kemi pas, ne kemi ruajtur, edhe do të lëmë materialet bollshme për gjeneratat e ardhshme që të lexojnë dhe të shohin se ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kaçakësh, por ka qenë ushtri e organizuar, e strukturuar, nivel zonash, nivel të komandave, nivel të brigadave, batalioneve, kompanive, togjeve, dhe ka vepruar me një disiplinë të mirëfillt të kohës, aq sa kemi pas mundësi, dhe faktikisht edhe kjo na ka sjell suksesin dhe fitoren ndaj forcave serbe. Një jetë në ushtri, mbi të gjitha shumë vite në luftë, dhe në luftën e drejt për drejt, kush kanë qenë mbështetësit më të mëdhenj kështu ata të... Po unë e falenderoj familjes time numër 1, që faktikisht gruaja ime kur e kam lënë, ju përshëndet me te, 2 fëmijë kam lënë, Albertin e kam lënë 5 vjet, Amantinën 2 vjet e gjysmë, gruaja ka qenë pa punë, edhe nuk më ka pengue, përkundrazim ka përkra, ka thonë rruga mbar, uroj të jesh mirë, ta kryesh misionin ashtu siç planifikon vet. Kjo ka qenë numër 1, familja këtu më gjonë në Kosovë, miqt, shokët. Unë duhet ta falenderoj publikisht komandantin e zonës operative të Llapit Rustem Mustafën, që kur jam marrë dorët e lira mi ka thonë. Ka thonë ti je ushtarak, që është të na... Po, ti e i dituri për këtë punë, ti ma keni thonë edhe privatisht, që ka thonë, ti tashi. Po, Grahe, jepi mbështetjen time kje maksimale, dhe kjo mu s'm ka kriju pengesa, kufizime, shok tjerë, gjithë ata shokët ilegale që kanë qenë me remin, e kom pas për krarën maksimale, pastaj kanë ardhur edhe oficer tjerë, dhe kemi ardhur deri në fund të luftës, dhe mbështetja ka qenë e gjithanshme. Mbështetja më të madhe absolute kena pas prej popullatës. Prej popullatës. Po, popullata ka qenë, na ka shikuar si një pikë ujë në shuplak, na ka lëshu dhomat, na ka lëshu ushqimet, na ka kashatën e bukës na ka dhënë për me krye punën tonë. Luftëtarëve të lirisë. Absolutisht. General, na ke thënë gjëra shumë të bukura, faleminderit, na të kishim ftu që në këtë formë, përmes rrëfimit, thjesht
edhe të festojmë bashkë në këto ditë të epopesë së UÇK-s, së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, në këto ditë që shënojnë për mua një histori të shenjtruar, të bekuar, të madhërishme, që neve na ka sjell lirin. S'ka diçka si liria është më sublimja në këtë botë dhe faleminderit shumë që na erdhe, që hoqen nga koha juaj për të na rrëfyer, për të na thënë gjëra të bukura, si një personazh, si një pistë shumë interesante e rëndësishme për këtë ato gjenerata që e shohin rrugtimin tuaj bashkë si një autostradë të lehtë për me ecë e pastaj me qa problemet e kohrave të tjera. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe një shuzerasin t'ju uroj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës këto ditë, sepse është për më urue, sepse t'ju falenderua kësaj sakrifice e kemi shtetin, dhe uroj që institucionet tona të punojnë drejt mirë për të mirën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë general. Shumë faleminderit.